Do ta përmend një fakt publik. Presidenti i Republikës Kosovës së fundmi dha një deklarat ku la me kuptu se sa seriozisht dhe sa rrezikshëm i saj përket çështjes në fjalë. Mes rreshtas e njëjta tha këtë që sapo e thashun. Po ne prita dhe pres nga presidenti i Republikës Kosovës, kërkon nga Prokuroria Speciale e Kosovës dhe vetë kryeministri dhe qeveria importuar njerëz me qëllime të rrezikshme. Kështu e tha. Dhe saktësisht kjo i bie që unë kam thënë. A do të mbase në Dejona Mihalit, meqense gjithë debati publik bëhet për figurën e. Nëse i nderuam Ridvan, kur neve e kemi ndo bashkë Dejona Mihalin, njerëzit se kanë ditë çka është. Kur e kemi ndo jam njeriu i parë që e kam identifikuar dhe e kam njoft aktivitetin e saj që nga Gomenica, që nga Selanikut. Por ka qenë tabutim, dikur kanë filluar me marrë dhe kafeve me Dejona Mihalin. Nuk është kjo e rëndësishme. E rëndësishme është se Dejona Mihalit ka pas mosa e njëjta bashkë me Bojken e Bozën ka pas ndalesë për me hinë në territorin e Republikës Kosovës. Dhe pyetja e parë është këtu, kush e lejoi dhe pse e lejoi? Vet Osmani dha. Po tani Osmani po ja pas. Mahalet i dha, po pas i dha lejen, i dha shtetësinë e Kosovës. Pikërisht, dhe e njëjta u mundu tani në fund për interesat veta personale me denoncu. Nëse presidenti i Republikës Kosovës, Ridvan, kjo është shumë e rëndësishme, ka pas informacione që Dejona Mihali ose kushdo që tjetë pjesë e atyre gjërave të rrezikshme si që ka quajtur ajo ose se ka ditë çapo thot, ajo do të më shkon përgjegjësi për fshehet veprës penale. Sepse fshehja veprës penale kategorizohet në Kodin Penal të Republikës Kosovës. Nëse ne përsëris po e theksoj, presidenti i Republikës Kosovës ka pas informacione në lidhje me rrezikun që vjen nga persona, qoftë Dejona ose kushdo që tjetë, dhe të njëjtin nuk e ka adresu, ajo duhet më u përgjigj sipas Kodit Penal për veprën penale, posedimit të informacionit për veprën penale dhe të mos ndarjes apo mund të them mos ndërmarrjes veprimive konform detyrave përgjegjësive që ka presidenti dhe institucionet tjera që janë në varësi të ligjeve në Kosovë.